Baza është një copë e rëndësishme në këtë puzzle. Pa të, ajo nuk do t'jetë e plotë. Dhuna online në rrjetet sociale e kudo në internet është sfidë për gratë kosovare. Ato sulmohen, linçohen e madje bëhen cak i dhunës duke ju shpërndar informata të jetës së tyre personale. Në seri të radhës të Equal Voices Podcast, do të diskutojmë mbi këtë temë shumë të rëndësishme. Ardiana Thaçi Mehmeti është gazetarja më e sulmuar online nga burrat. Ajo ishte cak i grupit Famkeq Alp Kings. E në këtë episod të ftuar kemi pikërisht zonjën Thaçi Mehmeti, e cila do të ndajë me ne përvojën e saj. Mirë se erdhe Ardiana në Equal Voices Podcast. Mirë se u gjeta. Faleminderit që kemi planuar me ardhur dhe me nda historinë e juve me neve, edhe nëse kishte mujt mas pari më na tregu çu ke marrë vesh që numri të shpërndan grupin Famkeq Alp Kings edhe çu i ndjen ato momente reagimi ju i parë. Vazhdimisht kënaqësi me fol, jo pse është kënaqësi me fol për përvojën e tmerrshme që e kam kalu, po për shkak se unë edhe kur i kam bërë këtë veprimet që i kam bërë me një arsye me u bë zoni e aty që nuk kanë zë. Edhe ka qenë mëngjes e hon, nëse s'gaboj, 7 maj. Edhe që unë mëngjes e shoh telefonin, mu më jetojnë dy prind vetë, dhe shoh që i kam shumë thirrje, shumë mesazhe. Fillimisht nuk i di çka dhe filloj me i hap mesazhet, hi tong, edhe më shkon mendja mos i ka ndodhur diçka prende se jetojnë vetëm. Mos 3-4 mesazheve hi tong, bukuroshe, kemi një mesazh që më lajmëron, një qytetar që e ka marrë numrin aty, edhe ishte mbi shkrimi oj zonja gazetare ta kanë marrë numrin edhe ta kanë postuar në Alp Kings, bashkë me të kish bërë screenshot edhe ato të Alp Kingsit. Me një herë e kam thirr policinë e Kosovës, fakt e kam kontaktuar drejtorin e policisë Kosovës edhe i kam tregu që më bë pjesë numri jam është shpërndan Alp Kings, po unë po du me bëni veprem, nuk e kam lajmëruar për me edu, po e kam lajmëruar që mos me ra mos me bë vepër vetë penale, sepse në një moment kam vendos me i publiku të gjitha telefonatat, sepse e kisha këtë fuqi në dorë, punoj në media, e kisha mundësinë që secili burri frustruar që më thirrë telefon me e xhiru edhe me postu me emën. 2 javë para se me numri jam u bë pjesë Alp Kingsit, na kemi pas 2 emisione që kanë tregu për të merrin që zhvillohi brenda këtyre grupeve. Pra ka pas prostitucion, ka pas shitje të narkotikëve, ka pas publikim të vajzave të mitura, ka pas publikim të vajzave të pafajshme rrugës duke ecë me kërkesën që kush ma gjen numrin e kësaj vajze, ka kaq euro, ka pas fotografi të grave të pafajshme dhe të moshune ndoshta në uborët e shtëpisë të tyre, dhe ne gjitha këto i kishin publiku 10 ditë ose 2 javë para se me ra prej, edhe normalisht si shej hakmarrja ata kishin postu fotografinë tam që e kisha në Viber dhe numrin tam të telefonit me mbi shkrimin hajde ta thirrim këtë gazetaren dhe ato fjalët e poshtra që i kanë. Edhe më njëherë ata nisi fushata. Pas kësaj më njëherë kam shku në polici, kam raportu 31 persona fillimisht. 31 persona të cilët kanë dërguar mesazh tekon, edhe përmbajtja e mesazhit ka qenë fjalë me ngacmime seksuale, sepse jo secila thirrje dhe secili mesazh ka qenë mundësia me raportu për shkak se policia keni marrë më shumë se 31 mesazhe. Dikon 600 janë kohë mesazhe thirrje dhe gjithçka tjetër për 24 orë derisa unë e kam ulëmtu. Pastaj ka qenë hanë të martën e kam publiku ulëmtimin. Pas publikimit të ulëmtimit ka pas një qetësi. Njerëz kanë filluar mos me më firma, edhe erdhi Mërkuri, atë Mërkuri nuk isha emision atë kohë, të ejtën në mëngjes, bisërisht prej. Tjetër e kishte vazhdimin e ulëmtimit sepse ne pastaj merrshim me telefonata të tjera të grave të tjera që kishin rënë prej Alp Kingsit dhe dëshin me tregu historinë e tyre të mirën që kanë kalu. Të premten ata kanë bënë thirrje të dytë dhe tashmë ka qenë kanë bërë thirrje për me publiku komplet familjen tem, të ngushtë dhe të gjanë. Edhe këtu ka qenë pika ku unë jam dorëzuar në një farë tjera pa në jetën tem në 20 vjet karrierë pune që unë jam rrëzuar. Emocionalisht jam rrëzuar. Kam shku në policinë e Kosovës edhe për 2 deri në 3 orë më shkum kajt. Nuk mujt as me fol, as kuçaj. Sepse më shkoi ke marrë të motra, më shkoi ke marrë të nona, të fëmia. Në ndërkohë që unë veç që isha tu marrë me djalin e kisha adoleshent në atë kohë, tash u bëni vjet, më ka qenë 16 vjet në atë kohë, edhe ai filloi me marrë mesazhe të shumta në shkollë, më u bullizuan në shkollë, nana jote është pjesë Alp Kingsit, pa e trajtu që unë nuk isha pjesë Alp Kingsit, po unë isha bo viktime Alp Kingsit dhe normalisht që si viktim e kisha të drejtën, e kisha marrë edhe lejnë a policisë e Kosovës për me publiku emrat të gjitha aty në burra frustrun që po më ngacmonin mu, që jam e sigur që e kanë bo me qindra gra të tjera anë në banë Kosovës.
Dhe kjo ka qenë ajo java e parë të mërshme që kom prej tu, pastaj telefonatat kanë vazhdu në vazhdimsi, kanë vazhdu edhe mas një muj, vazhdojnë edhe në ditët e sotme, po thjesht këtë që ka ndodhur brenda muajit maj, unë i kom dërzuar në polici dhe në prokurori, kur prokuroria ka ngritur akt akuzën, tash tutje kushdo që tret e merr një blok e vazhdojmë tutje. Edhe vazhdo tutje, nuk i raporton më. Telefonatën e fundit në fakt i kom marr disa telefonata, ka qenë shumë interesant ditëve të fundit, domethënë në fund vet. Prej 28 nëntorit kanë filluar me pas telefonata kur brigata ka ardhur në Kosovë, edhe vogati kanë rrit numrat e telefonit, mërgjimtar të cilët ndoshta s'kan pa çka ka ndodhur në Kosovë, s'kan pa që më dal publikisht që i kam mi publiku dhe me identifiku se kush janë këta burra, edhe ata kanë filluar me më thirr, me çu mesazhe të ndryshme, normalisht i kam blloku edhe kam vazhduar jetë ndryshe, ama ka qenë një sfidë emocionale shumë e rëndë. Shumë të posprasë. Pavarësisht sa e fortë dhe pavarësisht sa pretendon që ti mundesh me përballu gjithçka, po kish ke gjëra që po të lëndojshin sepse po ku të përfshihen familja, domethënë ndjeshmëria. Na jemi më të prekun se kur je përballë me dikon, unë jam mësuar me marr kërcënime dhe gjithçka tjetër, nuk është që na më shqetësojnë ose që brengosna, po kur janë pyetje familja, fëmia, prind, vëllezërit, motrat është pak ma problematik. Më ndryshe, e ceke që ka qenë ndoshta thymja jote e parë edhe këto vitet karrierë, qysh ka ndiku kjo në punën tonë mas nej? Na kemi pas që ke vazhdu me raportu, ndoshta ka veç një thymje momentale, qysh e ka ndiku këtë punën tonë tutje? Ke jo vetë ndoshta veç në rastin e Alp Kings, po edhe në raste tjera që kena këtu. Në fakt më ka dash me pushu një 2 javë, domethënë që ato ditë unë kam vazhdu me raportu, bile më e mend pikërisht në çat premte kur unë kom çajt polici çast shëm. I kom gjiru 3 emisiona. 3 emisiona i kom gjiru sepse kisha planifiku me udhëtu dhe në Gjermani, edhe i kom gjiru 3 emisione edhe në ndërkohë ne planifikojsha me shku veç vet, po me kërkesë policisë Kosovës, sepse policia ka qenë në krye të detyrës në komplet rastin, më ka ofruar mbrojtje, ka qenë me mua në vazhdimsi, më referuar me marrë edhe fëmin, u kam ardhur në punë pi policisë, i kom gjiru emisionet, ju më dok kishte kur gjë s'ka ndodhur me mua, që brenda mes s'po qan zemra, s'po qan kur gjë tjetër, e kam vazhdu punën sepse jam mësuar me bë punën që ashtu që duhet me bë. Edhe pastaj 2 javë reflektim u ka dash me mendu, e shqyrtojsha mundësi, ndoshta ka pas raste edhe kur ku mendu, a ja vlen barra qëran, a duna mu largu, është ardh koha që unë mos me i lëndu fëmijën e me, që me pas një jetë ndoshta më të qetë, sepse me punu gazetare, me punu gazetari investigative, me pas fëmijë, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë sepse fëmia dhe gjithkush bëhet cak i atyre njerëzve që ti zbulan. Edhe ky ka qenë ai momenti ku unë kom mendu shumë, kom reflektu, por s'kom dash me u dorëzu. Sepse dhe policia kur më shku ditën e parë ma kanë bërë pse s'pendroj numrin e telefonit. Edhe unë ja u bëra thash nëse unë ndrej numrin e telefonit, unë jam dorëzu përballë tyne. Po. Unë nuk po dua të dorëzoj po e gjej prapë një tjetër numër është. Edhe në ditë sot s'mundesh me ndru numrin e telefonit, sepse rrjeti Viber dhe WhatsApp në momentin kur ti ndron numrin e telefonit, me automatizëm dikush që e ka rruar numrin tënd të telefonit ti shkon që është ndru ky numri i telefonit, cilën personi ka këtë numër telefonit. Pra nuk është zgjidhja ajo. Unë tash më ka nisë edhe procesi gjyqësor, edhe pak a shumë në seancën kur është mbajt seanca e parë, shumica e çikave të reja që kanë qenë aty kanë treguar që i kanë ndruar numrat e telefonit, por kanë treguar që nuk u kon zgjedhje, që kanë vazhdu prapë me marr telefonata. A ka pas edhe raste tjera, domethënë vajza tjera, ndoshta 6 fushë gazetarisë që kanë raportuar në polici në një rast? Me bisedat që kam pas me policinë e Kosovës, me njerëz të cilët e kanë hetu këtë ngjarje, bile ata e kanë vlerësuar se një prej ulëmtimeve më të mëdha që ka pas policia e Kosovës ose një prej punëve më të mëdha që ka bërë policia e Kosovës në vitin 2024, për shkak se më njëherë pasi kam dalë publikisht edhe pasi policia i ka arrestuar të 7 personat, atëherë ka pas shumë gra dhe vajza që kanë ardhur edhe kanë raportuar. Unë po du me fol pak për seancën e parë që është mbajt, pavarësisht që ka qenë seancë e mbyllur, unë kom kërkuar me qenë seancë në gjykim i hapur, po aty e kom ndru mendjen, për shkak se ka pas disa gra të cilat nuk kanë ardhur fare në seancë dhe kanë dërguar një letër te gjykata me arsyetimin që unë nuk dua që familja ime e ditë që numri jam është shpërnda në këto rrjete, sepse na halo jetojnë në një shoqëri tradicionale dhe halo njerëz mendojnë që nëse dikush ty ta ka vjedh numrin e telefonit dhe e ka shpërndar te këto grupet e frustruar, ti ki faj. Edhe këto e sheh edhe nëse hini lexon edhe sot i ki komentet aktive në storyt të cilat i kemi bën anketë, edhe në atë
prezantimin që ja kom bërë secilit ngacmues në rrjetet sociale, ka komente të tilla ku shkruan hajt sepse s'ma kanë publikuar numrin tim, ti ki pas afirë me dikon, ti e trakton burrin, ti je vetë për dal, komente të tjera, po ma e rënda është kur ti sheqen në mesin e shtynë njerëzve që komentojnë kështu janë vetë gra. Ka plot gra që thonë, hajde pse s'ma publikoj numrin tim, po numrin tonë, ku e gjetë numrin tonë. Na jemi gazetarë dhe numrin tonë e kanë shumë njerëz. Edhe unë e kam vesh një numër telefoni që e përdori që 20 vjet. Dhe me atë numër telefonit unë kom shkruar shpesh bëj ajgare prej rojës qeverisë deri te presidenti. Kështu që ndoshta dikujt i ka djeg puna jam dhe e ka ruajt numrin dhe ka prit momentin për mo akmar. Të dy njerëz të cilët tashmë janë akt akuzën që po gjykohet për rastin Alkes, unë nuk i kom pa kurr. S'kom arrit as në seancën e parë mi pa për shkak se s'ken aty, janë i shik, edhe tjetri është në arrest shtëpiak, por nuk e solli policia për shkak se veç me di se nuk do të mbajë seanca për shkak të mungesës së njërit prej tyre. Do thotë për mua është shumë e rëndësishme me ditë personin kush e ka shpërndar. Ku i ka dhimbë aty, po. Ku më ulumtu, po është pak probleme e gjitë, sepse është 70.000 njerëz që kanë qenë pjesë. Në momentin kur shpërndon numrin e telefonit jekon 69.000 persona brenda grupit. Potencialisht secili prej tyre ka mujt më shpërndar. Unë nuk është që kam dikon specifikisht ose që më shkruaj veç për një rast caktuar që me pas dyshimet e mia, po më shkruaj për raste të ndryshme të janis prej dhunës në familje deri te korrupsioni me miliona euro, kështu që nuk muj me vungishtin që ky person a do du, po kam shumë qejf me e ditë kush është personi i cili e ka marrë këtë guxim edhe ka menuar që më zbraps. Normal janë 2 dekada gati karrierë dhe ka të shumë kontakte e kitë nështë edhe gati se të pamundur me identifiku saktë kush ka qenë. A mendon që qëllimi kryesor pse është shpërndar numrit atë ka qenë me ndal punën tënde edhe ka qenë domethënë pikërisht hakmarrje ndaj asaj që ti ke raportu, edhe me ndal ndoshta edhe raportimet e gazetarëve tjera, se mandej ka raportu gjitha mediat për këto, e kemi që ka pasur edhe gazetare tjera që janë publikuar numrat e janë sulmu. Tash për hir të korreksis, para se për raportuna ka pas edhe mediat e tjera që kanë raportu për këtë grup, por nuk ka pas, nuk ka pas një reagim të madh. Me njerë kur unë e kom bu publike, ka pas një reagim publik, ka pas është qenë video jote sa e kujtoj që është më shumë publike për shkak se ke diskutuar direkt me ta. Me ta, po është mbledh kuvendi i Kosovës, është diskutuar në kuvendin e Kosovës, policia është involvuar, FBI në mbylljen e këtyre grupeve për shkak se kanë qenë në Instagram, ka qenë pamundur që policia e Kosovës me pas qasje në Telegram, edhe do të thonë ka pas një zhvillim shumë të madh të njerëzve të cilët janë angazhuar për me përmbyll këto. Unë jam e lumtur që ka arrit më mbyll ky grup. Dhe tash sado që grupet e reja po hapen, ato po mbyllen. A ka ndikuar? Mendoj që ka ndikuar. Ka ndikuar edhe në emrin e grave në faktin që shumë gra të tjera pastaj janë shkuar me raportu rastin, sepse sigurisht mos kisha dalë, sigurisht ta kisha mbajtur fshat. So kam kolege të cilat nuk e kanë kallëzuar edhe pse janë raprej. Nuk e kanë kallëzuar sepse s'kan dashur me pas të lashe me familjet, s'kan dashur me pas familjet e tyre të lashe me persona të ndryshme. Po unë kam dashur me e bë sepse kam dashur thjesht kam thon pse jo. Nëse shumë gra na kanë thirrë neve më përpara dhe kanë kallëzuar që e kanë ndruar numrin e telefonit, janë largu ndoshta këtë prej Kosovës, pikërisht për shkak të thirrjeve të bezdishme të këtyre burrave, atëherë okay, le të jem unë ajo e cila do të dalë. A e kanë shpërndar qëllimisht? Unë mendoj që po. Kushdo që e ka bërë në mënyrë të qëllimshme. Arsyeja dhe motivi që e ka bërë nuk e di dhe kisha pas shef me ditë. Ka shumë zëra, ka njerëz për shembull ka pas miq të cilëm kanë thonë mos qëllimisht e kanë shpërndar vetëm që ti me hidhe me hulumtu këtë rast. Ka pas edhe të tillë që e kanë menduar një gjë të tillë. Po, dhe logjikë. Unë mendoj që mënyra dhe forma se çka kanë shkruar ata në momentin kur kanë shpërndar numrin e telefonit, unë mendoj që është dikush prej njerëzve të cilët në popull thonë ja ka djeg puna jam. Ja ka prish në biznes ose ja ka prish ndonjë afirë korruptive dhe normalisht ai ka prit momentin për mua të marr. Po, edhe ka publikuar numrin. Po, për shkak të formës dhe fjalisë, po këto po e them për shkak të fjalisë fundit që e ka shkruar. Do të thonë kur e ka postuar numrin e ka shkruar një fjali. Edhe domethënë ai kur e poston numrin e din domethënë e cek që unë jam gazetare. Çfarë ka qenë fjalia ka qenë këtë gazetaren dhe kolegen e saj i kom kput të i. Po, kështu që thirrni edhe jo. Okej. Domethënë më thonë linë quse së musën gjitha formë. Denigruse fix, nështë ma e përpekta. Gjatë këtë kësaj, në the që e këna emru në policie tjera, pa ke marrë ndonjë hap ligjor për me mbrojtë vetë, ndonjë avokat ose diçka tjetër? Po, unë kom një avokat, është Kujtim Kërvesh, i cili më është vetë ofru në fakt, kom bashkëpunim mirë me shumë avokat në Kosovë, edhe ai ka thonë po do të jem pjesë krateje, kemi qenë bashkë në seancën e parë, akt akuza tashmë është bërë, normalisht ai është duke i shqyrtuar të gjitha anë ligjore, por unë kisha pas shif që me u zgjeru numri atyne të cilët janë të përfshin si të akuzuar, sepse me 2 vet
ne në seancën e parë kemi qenë të paktën 15 gra, 5 të tjera, 5 se 6 të tjera nuk kanë ardhur, domethënë rreth 20 gra, 2 burra. Ne në anën tjetër unë kam raportu 30 herë parë, 30 herë dytë, ndoshta 60 burra, të cilët kanë pas mesazhe të tilla denigruese, mesazhe ngacmuese me përmbajtje seksuale. Po, plus në anën tjetër janë gati 70.000 që kanë qenë grop, kështu që është Që thirrjen apet për shkak që me 28 nëntore ko marr 29 nëntore ko marr një thirrje për një njerit tush dikush i ke prej Gjermanisë, nuk prej Gjermanisë, edhe po tani rast vdekje në familje, mendova që po më thirr dikush për ngushëllim, e hapi telefonin, isha në varre, edhe ai më thotë po du më ardh me fjalë të tilla dhe pas ai trishtimi më nxjerr mbylla telefonin. A keni arrit me pa diçka është edhe aktiva, po vazhdojnë ende mu bë postimet ngjashme për gratë të tjera në Në vazhdimsi hapen grupe. Në vazhdimsi po numri apo arrin atë numër të Jo, alo, më thonë, unë nuk i di se këtë që ka di unë në njerëz që na shkruajnë, sepse na kemi Kiksin, edhe në Kiksin vazhdimisht na shkruajnë gra, u hap ky grup, janë bërë që kaq vet, domethënë po me edhe policia, me biseda që kemi pasur me policinë, grupet që po hapen nuk po arrin me arrit shifrën 10.000-ve, nëse po të vetë 10.000 në shop, por që po mbyllen më një herë. Pastaj policia po vepron dhe po i mbyll. Si në heshtje është duke punu, policia krimeve e kibernetike ka bën një punë të jashtëzakonshme në këtë aspekt. Mëroj që punoj kështu në dy aspekte. Gjithë aspektet tjera, edhe prapë është mirë, domethënë e kam rri efektin e vet se nëse nuk po mund më rri bjen që po stepen edhe po frigohen që mund të më ndodhë më shtajnjeta me përfundu në polici. Në hetimet që edhe përmendet deri tash puna e gazetarëve patjetër domethënë kërkon që ti me pas kontakt dhe me shpërndarë disa data personale me njerëz të tjerë, sikur numri, këtë raste email-a të tjera. Sa është e vështirë si gazetarët që ndoshta më urujt prej këtyre sulmeve edhe me rujt sa më shumë që mund është dhëna tuaj. Forma vetme për me urujt prej sulme ose kërcënime është me qenë profesional. Por edhe kur ti je profesional, ka njerëz të cilët nuk e dojnë as profesionalizmin. Unë mendon në vazhdimsi me rujt profesionalizmin, me rujt ose me lajmërues se cilin person që shkruaj. Në mënyrë që me ja bë të ditun që unë jam të ulëm prej te për ty dhe po e du anën tonet me daljes që me qenë edhe teksti sa më profesional. Është vështirë në kohën e sotit, ka qenë vështirë gjithmonë. Në kohën e sotit është shumë më vështirë për shkak se na kemi fatkeqësisht kemi pas pushtet një qeveri e cila ka bërë thirrje kundër gazetarëve. E ka nxit një gjuhë urrëtie ndaj gazetarëve dhe kjo ka ndikuar shumë edhe te publiku. Nëse veç sot hen edhe i lexon komentet në rrjetet sociale që i kanë kundrejt mediave, militantë të partive të ndryshme, domethënë është e tutshme ty të bën më ustepa dhe më thonë s'po as gjytet se kam më rreti kush. Normalisht, unë s'ndikon kjo, po të ndonjë gazetare e re, e cila don me nis këtë punë, normalisht që ka me ndiku. Sepse kërkush nuk don me pas problem ditë sotit, për shkak që ti po don me shkruaj ose me ulëmtu diçka, nëse më dal dikush më të rreth rrugë, ose më pas guxim me shkruaj deri me pi një kafe qetë në qytet. Kjo është e keqja që ka ndodhur në Kosovë, sidomos 4 vjetat e fundit. Këtë kjo përvojë ardhion që e ke pas me grupin Al Kings edhe këto sulme, çysh kanë ndikuar te ti psikologjikisht e cekë më herë që ke qenë ato 2 javë kash, a do ka dashur ndoshta me pas mbështetje ndonjë psikolog ose diçka tjetër se normalisht ka qenë situatë shumë e rëndë. Unë e bona një zgjidhje shumë të lehtë, i ka prej Kosovë, nuk i ka prej tyne, ne kisha të planifikuar, por ndihmoi shumë fakti që dola u largova, u shkputa komplet prej punës, për një 2 javësh udhtova, edhe ajo ka ndikuar shumë. Normalisht me psikolog nuk kam pas, por unë jam person që flas. Edhe nuk e kam problem me fol me secilin person. Unë fol me miq, kam fol me shoqërinë, me familjen, me burrin, me gjithkon tjetër. Unë kanë herë mendoj që ma rëndë kam përjetu rrethi jam se sa unë. Unë e kam pas një sekuencë shumë të dhëmshëm që sot kur e kujtoj më vjen me kohë. Është ditën kur policia ka ofruar mbrojtje për mua, për shkak se ata bën thirrje më veç me i publiku komplet familjen, kanë ofruar mbrojtje për mua dhe për prindërit mi, për familjen e gjan, dhe unë isha në polici, u vonova pak derisa shkova te prind. Policia kanë shku para meje për më tregu që më rujt shtëpinë. Në momentin kur nona jam i ka pa, ajo ka pas një atak paniku për shkak se i ka pas 3 muaj që u pat operu prej kancerit dhe nuk më ke me menaxhu emocion. Ajo ka menduar që unë kam bra. Edhe tash unë as sot nuk më mja fal vetes për shkak të sulmit që ajo ka pas, për frikën që ka pas për mua. Edhe tash shpesh herë e mendoj çka do që të bëj, mundona në mënyrë më diskrete të fshet që ajo mos më kuptoj në mënyrë që mos më ju rikujtu ose mos më kthy një gjë e tillë, për shkak se për prind është e vështirë me pas një fëmijë i cili sot e shon kryeministrin, nesër presidentin, se shoh.
ta rikorrigjoj veten. Po e kritikojmë për mos punët që i bëjmë. Na kanë beta në këtë termet neve gazetare. Na ka instalu ngritë dhe neve me. Po na shoni. Ardjana, kitë kjo përvojë jotja, a kanë diku tash në mënyrën që shte i qasësh në grupeve të tilla ose hulumtimeve tua, mënyrën që përdor numrin e telefonit ose diçka tjetër, a kanë diku që ti ndoshta me i rimendu edhe në ndonjë aspekt të... Jo, se unë menoj që s'kom çka fshehje. Këtë çka mund s'kom diçka që mund me fshehë dhe mund me utut që mënyrë që me i ru. Unë vazhdoj mi përdor të gjitha rrjetet sociale sepse janë ndihmës për gazetarët. Secila platformë, unë e maj men kur s'ka pas platforma të tilla, sa vështirë u kon me gjetë lidhjet familjare dhe lidhjet miqësore që ndoshta politikantë dhe grupet e caktuara të interesit i kanë, po fal rrjeteve sociale dhe teknologjisë, unë i gjej shumë shpesh, edhe i përdori shumë rrjetet sociale, nuk është që më kanë zbrapsë, pa asnjë sekond, ka qenë e vështirë emocionalisht, po 2 muaj, 3 muaj, por jo me më tutë që mos me i përdorë numret e telefonit dhe unë vazhdoj me i këtë njerëz me numër tam telefonit, sepse mendoj që e qelin ma letë. Po, bile ta shetë tje. A mendon që mediat në Kosovë bojnë mjaftueshëm për me mbrojtë gazetarët edhe privatësinë e tyre, sidomos kur ka kësi raste? Tash nuk e di, unë kom punu gjithë jetën tam në 2 media, në të 2 mediat unë e kom marrë atë sigurinë dhe guximin nga shefat para prak. Këtu aktualisht jem vetë shef, po vazhdoj me e bo punën e njëjtë që e kam bo shefat para prak me mu. Kur unë kom raportu për ndaj korrupsion, për ndaj temë, kur dikush ka ardhi më lëfosën në redaksi me u përballë me mu, unë më men ku avizën si më dalë në kur me full me ta. Ka dalë Flaka, ka dalë Adriatiku, jem përballë me ta, pa me ekspozu mu. Të njëjtën veprim vazhdoj me e bëjnë dhe besoj që secili redaktor, secili kryeredaktor duhet me e bëjë këtë san në mënyrë që me i rru gazetarët e vet, edhe mos me i zbras, mos me i tut, në mënyrë që ata me i bëjë hulumtimet edhe më të mëdha kur të vinë në stadin e karrierës. A kanë siguri media në Kosovë? Nuk kanë. Unë e di që nuk kanë as mbrojtje, madje nuk kanë as respektim të drejtave të punëtorëve, shumica mediave në Kosovë. Shumë media ka dhe media të vogla, me që përmendë media të vogla, që punojnë, gazetarët as nuk regjistrojnë si punëtorë, ju shkelën të drejtat këtë, por me këto do duhet miremi me një çështje tjetër, sa i përket sigurisë kibernetike, unë nuk e di, për shkak se nuk e njoh mirë botën e internetit, edhe sa do ta njohësh që çdo ditë zhvillohet, por vendin ku punoj unë Kiksi është në kuadër, është i pavarur, por funksionon në kuadër të Glan Kosovës, janë njerëz të cilët merren me janë IT dhe njerëz të cilët merren me rrjetet sociale në mënyrë që të ruhet siguria e platformave ku ne i plasojmë lajmet. A keni tentuar ju gjatë kësaj kohe me raportu këto që ka ndodhur te aplikacioni Telegram? Sepse sa e di, Kosova do më thonë, Agjencia për Informimin dhe Privatësi, po ashtu policia nuk, në fakt vetëm policia kanë drejt me lajmëru, do më thonë, të këto, edhe me kontaktu me këto, për shembull Instagram, Telegram e këto tjera, sepse nuk përgjigjen. Unë fatkeqësisht nuk kam pas Telegram as në Instagram, edhe s'kam pas çush me raportu, unë këtë çka kam po është shkak se ka qenë numër të stafi ju, na nuk e kemi bë këto, na këtë që kemi bë kemi raportuar policinë e Kosovës, pastaj prokuroria është marrë me këtë dhe normalisht ato që kemi ndor armën kryesore me i prezantu para publikut kush janë këta burra, sepse mendoj që unë komendu dhe vazhdoj me mendu që forma vetë për me i step këta burra është të i publiku me emra dhe mbiemra në mënyrë që të tjerë me e ditë që nëse nesër mas nesër ka me bëni veprim të tilla, emri dhe mbiemri i tyre ka me u zbulu për publikun edhe normalisht ta bardhin ata barrën e moralit edhe peshën e fajit, pse me e bart na. Kisha kanë faj gratë, unë në gjykata detim të me rusat vajza të reja ka pas. Sa të pafajshme kanë qenë. Në sytë të tyne ka pas frikë edhe të merë. Po se janë të domethënë të shkatërruar për kësaj çka i ndodh online. A ka me pas ma Kikse hulumtime rreth kësaj çështje, rreth Alp Kings, a pritet diçka është duke u zinë diçka? Kur do që të zihet diçka në rrjetet sociale që ka të bëjë me prekjen edhe cenohet e drejta e cilit do individ në Kosovë, na për çat punë na me hulumtu, na në vazhdimsi bëjmë për bashkëtrimet online, ngacmimet online dhe gjithçka ne gjatë fushatës kemi pas, fushatët kur e kalum, kemi pas edhe emisione se si përmes botëve janë sulmu gratë që kanë qenë në lista zgjedhore, si janë sulmu gazetarët, femna vetëm që me i smbraps. Po na mundohemi me bo çka do që të gjejmë, normalisht kur nuk themi jemi tu bo, nëse si jemi tu e bo. Por çka do që të na del përpara do ta bëjmë. Edhe një pyetje për fund, Ardjana, si gazetare me përvojë edhe që kalu këto sfida, sidomos këto të fundit, ju jeni vlerësuar edhe me çmimin e gazetarës për vitin 2024.
të plot merituar. Çka do t'ju thojë një gazetare të re që tash i vjen tregu të punës në aspektin që mos më u friksu kërcimeve, me qenë profesionale dhe gjithçka tjetër. Çka do ta këshilloj? Në fakt, unë ligjëra e jap edhe mësim në Universitetin e AB. Këshillën kryesore që e jap studentëve të mi në vazhdimsi është që me dashur punën. Nëse ata kanë me dashur punën, me dashur gazetarinë, sepse gazetaria është shumë interesante. Nëse ti nuk e ke dashni për gazetarinë, ti s'ke më shumë me bu, sepse ka më të bu bajat në një kohë caktuar ose kur ti ke më përballë me sfida të tilla. Por kur ti e don punën më shumë se sa kanë herë edhe veten, atëherë ty s'mbrap s'kur gjë. Me dashur punën, me qenë profesional, edhe me u mundu me i marrë secilin palë. Edhe nëse ti i ki këto 3 elemente, unë përbësoj që edhe suksesi është i garantun, edhe çmimet po ashtu kanë marrë. Vetë jo. Faleminderit shumë Faleminderit për kohën edhe për këtë bisedë që ndodhi me ne. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ka që ishte për këtë episod që jemi në episodin radhës të Equal Voices Podcast. Mirëmbëjtje.